e kom nxerr prej istikamit, e kom qitë në breg. Edhe e kom marrë 1 minutë të gjysë, më ka lëshu shpirtin në gjyk stemin. E që ka ra kërë trap edhe e lëshoj shpirtin në gjyk stemin, që ta anë. Po të qëllim vetëm me tërhek trupin e komandantit? Gjësësi mi tërhek trupin e komandantit, s'pilon do shka. Gjallë dekun? Gjallë, më të letë mysin mu, s'kom këshirë me pështu vetë. Që që kem bo luft dhëm për dhëm me armikun. Balë për balë me armikun, jo më shef, jo me struk, jo me ik, jo diçka. Po kem luftu balë për balë me armikun. Nuk ka qenë kjo rrugë kështu, asfaltu me ka qenë pak ma i zërum kjo pjesë, tash e kanë në zonë njerëzit. Edhe kanë arë tenkat autoblinat kënej. Kur kanë arë tenkat autoblinat kënenan, një ushtar e kishë pas mërtojnë e dorës. Edhe i thash, shti me mërtojnë dorës në tenk. Po për ik balë, se roki se ranë në gurë, edhe u gjujtë predha, edhe kur e panë ata si kemi kundër tank na, jënë kësi mrapan. Mirë po të lufta vazhdojke. Ka ora 85 minuta ashtu, është vra Magjuni, komandanti heroj kombit tash si është, Magjun Malqeku, ne jemi konë krah për kramete. Dhe më ka prek në krah që më ka rok predha e serbit. Më ka prek në krah, e kom shti edhe një herë në serb, më ka prek edhe një herë, e kom pasi ka plagë tronë, edhe e kom marë pushkën të e më qitë në krah, të atin e kom qitë në krah, e kom nxerr për istikamit, atër më kojë forë që më konë, që kësë jam sot. E kom nxerr për istikamit, e kom qitë në breg. Edhe e kom marrë 1 minutë të gjysë, më ka lëshu shpirtin në gjyk stemin. E që ka ra kërë trap edhe e lëshoj shpirtin në gjyk stemin, që ta anë. Pa bo 1-2, e kom qitë në shpinë. Qështu edhe me arme, e kom qitë në shpinë. Prej kësa janë, është artë një djali Dugazini, djali konë 15 vjeçare, pa i bo 16, edhe aj kur është arë që aty, thashtinja bab krahin bas Magjon se dish bas Magjon, a i smi, konë i ri, jashtini krahin, edhe kuj me dole anaj gardit, jam takue me 2 shok të luftës, Shefqet Haskin dhe Sali Zenin. Dhe bisedoa me te, që avo bojmë, thamë 2 huj lese, pi lidhim setën e bas Magjon në lese, në huj, edhe pi qesim bas Magjon në lese dhe po e qojmë. Sa që mu i shtishin të një këndej me mvra dhe mu, po une jam gjallë tash, që kësi jam. Po të qëllim vetëm me tërhek trupin e komandantit? Gjësësi mi tërhek trupin e komandantit, s'pilon do shka. Gjallë dekun? Gjallë, më të letë mysin mu, s'kom këshirë me pështu vetë. Në atë moment se shoki jetës ka qenë, shoki që kemi jetu, po vërja 30 vjetë gati bashkë, edhe në punë, edhe në paqë, edhe në lirije. Bile në shishin halki, sa që e shonë të shpja vetë, sa më që gej mua, atë e në vanë që në qështu bashkë. Shoki jetës është edhe shoki luftës, është ma i afert se sa vlavë. Apo kupton. Kështu që kërë jemi dole aty, e kemi formu lesen, e kemi qitë trupin tina në lesë, edhe e kemi tërhjek. Ty shkua në enan, Aliha Gjosaj, është luftëtari i ditëve të para, o konë në fshatë. Dhe ju ka thonë atyne që shkoni marë si shvra Magjuni, Bajrami Selen Magjunin, e vrajnë edhe Bajramin. Toni, jenë artë të trafaja për kullu të fut rrugë, jenë artë ta me një karocë, katuni, bashkë luftëtarët e mi, e kemi qitë në karocë, e kemi bo mejtë në shpinë e vetë aty, e kom lajmëru familjen e ti une, në përmes ushtarëve, kom thonë hade se Basa Magjon është plagos ronë. Kujta kumtove lajmen? Ja kumtova që ati si e përësita me shkue në luk, me lajmëru familjen e ti. Une jo, po personi që shkoj me informu e familjen e ti, i tha thash, lajmëru familjen e Basa Magjon, se Basa Magjon i plagos ronë, a ishte dekun. A e shpirti me njëherë në gjëk stamin burë. Edhe a shkuj ka lajmëru, jenë arë ata, jenë që balë me tonë, e bo mejt me djallë të vlavët Magjunit, e bo Magjunin mejt, ja veshëm uniformen, ja pastrum gjakun, erdhen e uqmallën familja, e ke marë, ke më vorros në 2 natës me ndarimet larta ushtarake. Komandantin, gjithësisht herojnë i kombit Magjun Malqekun. Thash se fshati Rëzar, gjithësisht fshati Irznic,
ka qenë i mobilizum si teri, pa dallim lagje, pa dallim personi, pa dallim ka qenë të gjithë të mobilizum në ushtrinë shqiptare të Kosovës, ka dhënë kontribut as sa kanë mujt në për gjitha pikat e frontit, duke filluar prej Deçanit, Sarabregut, Luks, prej Lepit, Rostovic, Krëshecit dhe këtyne pikave kënej çka ekzistojnë, çka kanë ekzistuar gjatë luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës për qërimin e Zot. Merita kryesore për këtë ditë që po e gëzojmë sot, edhe unë, edhe ju, është e familjes Haradinaj. Edhe i paqim për jetë e matë.